A i dini sa bimë të vlefshme rriten vetvetiu rreth nesh dhe shpesh i kalojmë pa i vënë re? Sot do t'ju prezantoj 5 bimë të egra që gjenden në natyrë: Cicoria, Rhodhia, Mentha Palladium, Hithra dhe Melissa. Kjo është Cicoria, Cicorium intybus. Një bimë e egër shumë e njohur. Përmban fibra minerale si kalium, kalcium dhe përbërës antioksidues. Tradicionalisht është përdorur edhe si bimë që ndihmon tretjen dhe si pjesë e ushqimit të përditshëm, sidomos gjethet e reja që konsumohen si sallatë. Rrënja e cikores përmban inulin, një fibër prebiotike që ushqen bakteret e mira të zorrëve. Rrënja e cikores është përdorur edhe si kafe pa kafeinë. Gjethet e reja janë përdorur në ushqim për të forcuar organizmin dhe për të larguar lodhjet pranverore. Kjo është Rhodhia, një bimë e njohur në mjekësinë popullore. Përmban fibra, antioksidant dhe përbërës bimor si polifenolet. Tradicionalisht është përdorur për kujdesin e lëkurës dhe mbështetjen e organizmit. Rrënja e saj është përdorur edhe si ushqim në disa kultura. Në saj të mucilagjeve, esencës, tanineve, substancave minerale, bari përmirëson çrregullimet e traktit tretës, forcon qëndrueshmërinë e organizmit ndaj sëmundjeve dhe shton urinimin. Rrënjët e rrodhës së madhe këshillohen si mjet diuretik i lehtë në sëmundjet që shoqërohen me mbajtjen e ujit në organizëm. Kjo është Mentha Palladium, e njohur edhe si mendërza e egër. Ka vajra esencial, sidomos mentol, dhe përbërës aromatik. Tradicionalisht është përdorur si çaj për aromën e saj dhe për shqetësime të tretjes. Duhet përdorur me kujdes dhe jo në sasi të mëdha, sidomos vaji esencial i saj. Vaji esencial i mentës nuk duhet të gëlltitet pasi mund të shkaktojë helmim. Kohët e fundit po bëhen prova për përdorimin e barit në uljen e presionit të gjakut. Sigurisht, mjekimi i hipertensionit duhet të bëhet vetëm nën mbikëqyrjen e mjekut. Kjo është Hithra urtica dioica. Kjo është Hithra, një bimë shumë e pasur me vlera ushqyese. Përmban vitamina, minerale si hekur, magnez, kalcium dhe përbërës antioksidues. Gjethet e reja janë përdorur si ushqim dhe çaj tradicionalisht. Në kopësht, Hithra përdoret edhe për përgatitjen e pleut organik për bimët. Duke përdorur ple organik të Hithrës, bimët rriten të shëndetshme dhe janë më të gjelbra. Por kujdes në përdorimin e plehut, sepse ai duhet të hollohet, se përndryshe i than bimët. Melissa officinalis ose milca njihet ndryshe edhe si bari i bletës. Përmban vajra esencial, polifenole dhe përbërës aromatik. Tradicionalisht përdoret si çaj relaksues për aromën e këndshme dhe për të ndihmuar tretjen. Është një bimë shumë e dashur për bletët, lufton stresin dhe anksin. Natyra na dhuron shumë bimë me vlera, por gjithmonë duhet i njohim para se t'i përdorim. Nëse ju pëlqen këto video me bimët e egra dhe kopshtin tim, ndiqni kanalin Baçja Magjike për më shumë njohuri nga natyra. Bimët e egra duhet i njohim para se t'i përdorim.